Ngeli sepse kështu ta ka caktuar i madhe Zoti. Pra, përgatitu për këta vëllezër. A e mëllë i ditë me pamirësi. Me pamirësi. Pse? Këto do të ndihmojnë kë shpëja tjetër. Atë në banes varet. Kjo do të ndihmojnë shumë. Do të shkojë përpara teje atje. Ke për të gjetur shpëjën tjetër atje? Me dritare që shikon xhenetin. Ke për të gjetur me lekë të Zotit xhelaluhu, duke të prit çfarë presidenti Peleko e ka në i vend atje në xhenem se ka vrarë njerëzit, ka shkatruar popullin e vet ai. Vazhdon këtë gjë, bjerë. Po kujdes, s'u do hysh atje. Nërsa këtë njeriu, pra që i ka ruajtur të farzët, nuk i ka hym hak në atij, po ju ka bën dhe mirë njerëzve të tjerë. Pse ka thonë çam ka rënë dorë, më ka dhënë i madhe Zot. Gjithë për vetë s'kam ku ta çoj, do t'u jap edhe tjerëve. E çfarë ndodh është atje? Shpëja e parë, e dyta, më falni. Shpëja e dytë. E pra atje që s'krahasohet me asnjë lloj gjaje. Edhe i ditë do shifen atje. Po ka ishi më thot, çfarë bëhet? Po bashkë më jetu më të ndinjon. E ne festuam pra, po çfarë festuat ju? Ne festuam 2026, po si festohet 2026? Pa llogari vëllezër? Hakun dëshë do të më japin gjithë ato që kanë njerëz në punë, si morën atë financierin do i bën llogaritë e vitit. Kujdes sot, çfarë kanë pa paguajt? Vetëm ata e dinë këtë çështje. Çfarë kanë pa paguajt? Kujt i kanë bërë? S'ka gjumë. Dohen lek, dohen pagesa. Bile ai që ka financier të mirë, nuk fundoset. Omeri tha, më i miri financier për jush është ai që bën llogari veten e vet. Për Zotin nuk ke ku të shkosh. Është fjala e njënit prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është fjala e atij që ka 10 vjet mbret, president, prez, imam, ka zëvendësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha, më i miri për jush ai që kontrollon veten e vet, që merr llogari veten e vet. Po jo për i vit. Ai thoshte çdo darë, mos bie gjumë, pa bon llogari, sepse nesër fillon ditë tjetër. A mund na fillosh? Këta i kom gjuhë, se unë nuk kom nga këto bizneset për shembull, me llogari kështu. Këta i kom gjuhë, emër hortot, e filloj me humje thot. Ka që qeraja, ka që taksat, ka që borxhi i tij, ka që borxhi i këtij, e ne ti në mran ai që më habit. Thot e filloj me humje thot, ditën, vitin. Çfarë është kjo? Kjo për mua ka rëndësi të madhe kjo. Fillimi me humje. Po ky vëllezër që mundohet me festu dhe me ra gjumë. Vallahi ato që kanë thonë, nuk flejmë gjumë pa kaluar në siratit, nuk kanë qenë shok tonë, keq më vjeqë e thëmë. Po kanë qenë shumë të rryshëm. Edhe unë pa them që ata kanë qenë 100% sigur që kalojshin. Por si është pa mi hirë thënë, me qesh, mo gëzo, s'ka gëzim, thënë, kur të më rëjmë punë me urë në siratit. Pra, në ditë, bo llogari vetën tëte. Leç thonë njerëzit, hajde se gëzimi malsonet, i shkrepim to, fishekzarët i bëjmë dhe nuk ka lidhje. Ke program tjetër, ke halë tjera. Ke halë tjera bashkë me mu. S'ka lidhje për Zotin. Gëzohu çdo minutë. E me dhe sot, pa i hym hakujt, që oftë halal. Pa jam u shkatru. E pyesin njënin, Allah e më shotë, si ke gdhejnë sot i thanë? Se di i thanë. A pyete tha, njëri ju që ka ra gjumë dhe se di se si ka fletë, thanë? Asë nuk e di se si s'gjohët. Ku e dim gjanë? Ram gjumë, në qofë se ti mund të gjinë, se sa këne gjumë, pa telefonin në orë në dishka tjetër që të orientojë. S'di gjohish, ka le djeli apo s'ka le djeli? Nuk e di, tha. E vetëm se kisha për t'ju thonë, tha, kujdes, kur do që të shtreheni dhe për të ra gjumë, nuk ka asi garanci, tha, po të paktën, tha, leni ca amanete, tha. Më dhe darkën, tha, mi namaz. Më dhe ditë mi bamirësi, tha. Më dhe pa i hym hakujt dhe krejt me këtë fjalë bashkoheshin. Valla e feste madhe. Grumëllim, a shefte e hosh, a je me këta ti, blaku trafiku, blaku veni, për shka në dhe vlezën.
Çka në? Po I pasha Zotin se cilin për nesh nuk do të azoj gjumi natës. Sa gjinofe kemi, sa halë kemi. Po sa gjinofe I kinet më qefte që nuk na I ka thonë kush. Edhe një herë që më tha, për çfarë do të falenderojsh Zotin sot, tha, që mi kam qef gjinofe, tha, Allah. Sot, tha, e falenderoj vetëm se më kam qef gjinofe. Që gdhejna, me gjinofet më qefta, tha. Që nuk më marroj Zoti më publik. A tha unë për Zotin. Që së më marrë Zoti këtu faqe jush, faqe familje Zoti. Se sa do shkina. Nëse do të më kërkonde në njoni, hosha më në I thosh sa dhe në thosh. Allah I themon, do të heq 75%. 95%, pa I 5% s'mund të atërgoj. Pse? Zoti më shift. Zoti mas më nxi fytyrën para jush, po dhe për para miliardëve që do t'jene ti për para Zotit Xhelexhelalu. Ky është gëzimi I vërtet, vëllezër. Në çdo minutë të rinovohet jeta, ktheu ke Zoti Xhelexhelalu, ktheu ke Zoti. Edhe një nga pikat që tha para se me ra gjumë, tha, mu pendu për I gjinofeve. O, Zot, mi falë. O, edhe sot më shiri shejtoni malgu. O, Zot, mi fshi. O, Zot, mi fshi. Mas ju ndaj kësaj. Deri sa të paraqitna në banesën e varë. Mas anej nuk badavimo. Ndash me kërku falje, ndash me baba mirësi, kanë maru të gjitha. Është krejtësish në dorë të tjerëve. Po thana njoni Zoti e falë, mirë. Nëse I ke bon t'i kujtit mirë, thotë, o, Zot, fale filonin se higuaj dhe po më ngojnë mirësi. Po, kjo vazhdo të shtohet ati. Ama